tyre, është diskutuar dhe komentuar shumë edhe në media në online për gjatë tyre 24 orëve të fundit, që në momentin kur është shpallur zyrtarisht hyrje e re në profilin ton zyrtar të Ferma VIP në Instagram. Bëhet fjalë për një personazh kontroversial, por shumë interesant. Welcome Ermion. Unë kam kënaqësinë që ta mirëpresim me një duar trokitje në studio, është Ermiona Lekvello. Isha dëshirë, edhe doja prapë që shqiptarët të më shikonin, edhe We miss you, girl. të shikonin atë jonën që për një arsye ose një tjetër e kanë pëlqyer, edhe e kanë gjykuar. E hapur në spektaklin e kaluar deri sonte janë 6 më pak të votuarit. Më pak të preferuarit, më pak të votuarit, whatever. Dona. Kuba. Anada. Glerina. Gjisat e mi. Sa bitës Glerina? Kush? Teni. Makes sense. Dhe Fairfax, kom. Dhe Fairfax. Bje lalet I si vetëm e la qafsha ty, vetëm fërkoj e qikse se vdes lali është qafsha ty. A ka të drejtë Malbora me këtë që tha që nëse do ishe, do më thënë një prind me fëmijës duhet hyrë kur në një reality show. Me vllajën me të gjithë, ka marrë bekimin e tyre, vajza është rritur. Ja u futi por dhe skot. Malboran, I like her, po këtu ja futi por dhe skot. Nuk të kushtëzon asgjë, të kushtëzon thjesht goja jote. Mendoni se Fairfax dhe Tani e kanë bërë Kastile, tu mbi street më falni se po hau. Kanë bërë burger, e kanë bërë vetë. Mendoni se kanë bërë Kastile? Kuptosh? Atëherë je shumë e vogël edhe mëndërisht. Se po, më duket vetja nuk di, absurditeti madh. Po viktimizohen gjithë në prajme. Po aty më kishe më e motor për balë, pse po kujtohesh tani? Tani e pash më ma kujtua. Po me ka fola unë, isha për balë me New beef Jonida Ola? Me ka fola. Ola, më thonë që nuk dëgjohesh, nuk ke mikrofonin në rregull, diçka. Më mirë.